Procesi i kalimit të tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi mbetet shqetësim në Lezhë. Problematika u ngrit gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak ku kërkuan masa më konkrete për të ndihmuar fermerët që të zyrtarizojnë pronësinë e tokës që kanë në përdorim prej vitesh. Nënkryetari i Këshillit, Agostin Marku, tha se mungesa e pronësisë së qartë ka krijuar pengesa serioze në zhvillimin e bujqësisë dhe në përgatitjen e projekteve të investimeve në këtë sektor. Sipas tij, përveç përfitimeve të drejtpërdrejta për fermerët, ky proces do të sillte gjithashtu përfitime për vetbashkinë, e cila do të kishte mundësi të administronte dhe të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore. Ta kryejmë këtë proces që të njehen pronar të ishëm, tek kësaj toke që i takon me ligj, por edhe bashkia ka levërti, sepse duke ligjëruar këtë pjesë, që në fakt është e paligjëruar dhe tek gjithë këto fermerë figuron tokën në përdorim, ne i hapim rrugë edhe investimeve të shumë të rëndësishme në bujqësi. Realizojmë edhe një gjë tjetër që ne kemi detyrim, vjedhjen e taksës të tokës bujqësore. Nuk mund ta vjedhësh këtë taksë tokës bujqësore nëse këto nuk e kanë në pronësi. Pra, realisht sot e kanë në përdorim. Me propozim të Bashkisë Lezhë, Këshilli Bashkiak miratoi vendimin për kalimin e tokës në pronësi për 14 familje në fshatin Barbulloj të njësisë administrative Shënkoll, por janë edhe 800 familje të tjera në zonë të ndryshme të Lezhës, të cilat kanë aplikuar dhe presin që kjo problematik të marrëzidhje.